Ky është gabimi më i madh që të gjithë bëni në plazh me flokët. Ndoshta një nga gabimet më të zakonshme që shumica prej nesh bëjnë është hyrja në det me flokë të thatë. Besojeni ose jo, rënja në det me flokë të thatë ose sigurimi që ato të qëndrojnë të thata kur notoni nuk do të thotë që i mbroni më shumë. Çfarë duhet të bësh? Në fakt, ajo që ju duhet të bëni është që të lagni flokët me ujë në shishe para se të zhyteni, pasi kjo do t'i mbrojë më shumë nga dëmtimet e shkaktuara nga kripa e detit. Imagjinoni një sfungjer, nëse tashmë është i lagur dhe e vendosni përsëri në një tas me ujë, ai do të thithë shumë më pak ujë se sa kur ishte i thatë. Imagjinoni që diçka e ngjashme ndodh me flokët tanë. Nëse ato tashmë janë të lagura, thithja e klorit ose kripës është dukshëm më e ulët. Këshilla e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është që të lani flokët me shumë ujë, mundësisht të shishes pas çdo zhytje për të pasur më shumë kujdes dhe për të hequr kripën ose klorin.